Ju përshëndet shikues ekranit të Premium Channel. Ritakohemi së bashku si çdo ditë tani më nga hëna në të premten ekranin e vetëm dedikuar turizmit. Sot do të shkojmë në Sharm el Sheikh, por kësaj here për të menduar për pushimet e fundvitit. Duket sikur vera atje nuk mbaron asnjëherë, temperaturat e ngrohta, plazhi, por edhe ushqimet e mira dhe mikpritja e ngrohtë egjiptiane. Ndaj un kam kënaqësinë të kem të ftuar sot në studio Romina nga Vastur, e cila do të na flasë për paketat e fundvitit të cilat janë menduar në Sharm el Sheikh. Mirë se erdhe në studio. Mirë se ju gjej, kënaqësi të jem këtu sërish. Kënaqësi dhe ne të kemi për herë kësaj në këtë episod për të folur për Sharm el Sheikh, një destinacion që duket se është gjithvjetor, nuk mbaron asnjëherë, turistët e zgjedhin në çdo muaj të vitit për shkak të temperaturave optimale, apo jo? Po, Sharm el Sheikh ka një temperaturë shumë të mirë krahasuar me destinacionet e tjera dhe është shumë i arritshëm qoftë për shqiptarët apo për ata që dëshirojnë të zgjasin pushimet e tyre verore në një sezon që është pak më i ulët me njerëz. Dhe pse jo, domethënë, ne në Vastur ofrojmë charterin e vitit të ri, veçanërisht për të konceptuar këtë diferencë në atë që jemi mësuar të bëjmë çdo vit për vitin e ri, domethënë në një vend me bor, ne ofrojmë charter në Sharm për të kaluar vitin e ri në plazh. Besoj se numër më i ulët njerëzish në atë sezon, por besoj edhe çmime shumë herë më shumë ekonomike krahasuar me të gjithë sezonin e verës që mund të konsiderohet piku i saj, apo jo? Nëse do marrim për bazë paketat që ne ofrojmë, domethënë çmimi është relativisht i mirë, sepse në të përfshihen edhe darka apo evente speciale që organizohen nga hotelet për darkat gala të vitit të ri. Kështu që në çmimin e paketës janë të përfshira dhe këto darka bashkë me organizimet që bëjnë ata dhe mendoj se është mjaftueshëm e mirë, domethënë krahasuar me destinacionet e tjera që janë në këtë periudhë për periudhën e vitit të ri apo të Krishtlindjeve, kështu që është okay. Në një resort në Pesëyje duket le të themi pak e çuditshme një darkë gala, sepse çdo darkë e tyre konceptohet si një mbrëmje gala me ushqime të shumëllojshme, një le të themi organizim me festa, me muzikë, me DJ, por edhe me pije nga më të ndryshmet. Por si është organizuar një darkë gala fundviti në secilin prej resorteve që në fakt, në disa nga resortet që kemi me partnerin tonë, kanë nisur që tani programin e vitit të ri, kështu që nuk është thjesht një darkë gala normale, por është një organizim i ditës totale, për çfarë do bëjnë klientët kur janë gjatë ditëve të qëndrimit atje. Qoftë për aktivitetet që ata ofrojnë, apo pjesën e fëmijëve, që organizimet për fëmijë, apo natën nga gjatë ndrimit të viteve me muzik live apo çdo gjë tjetër, performanca shumë të mira. Pra duket si një festë që fillon që në orët e para të mëngjesit e derisa ndodh ndrimi i viteve, apo jo? Po, ndihet ajo atmosfera e vitit të ri, domethënë në Sharm, duke qenë se është dhe ngrohtë. Ne si shqiptarë na pëlqen shumë që vendet e ngrohta t'i kalojmë, jemi sa më mirë me ato, dhe pse jo, domethënë vitin e ri në një vend të ngrohtë në plazh, ku temperaturat janë shumë të përshtatshme. Ne kemi viti i tretë i radhasi që ofrojmë këto si pakete dhe ka pasur goxha sukses dhe klientët e kanë përqafuar shumë, madje e kërkojnë kur do dalin, kështu që se jo, domethënë. Në fakt, kjo do ishte pyetja ime e radhës, sepse unë e di që tani më është bërë dhe një traditë fund viti në Sharm dhe doja të kisha ndoshta përshtypjet e të gjithë atyre që e kanë përjetuar si eksperiencë dhe çfarë kanë veçuar specifikisht pas janë kthyer. Klientët me zorë e presin në fakt, por charterin në Sharmit duke qenë se është pak i vështirë për shkak të largësisë që ka edhe nuk është se ka skedul direkt fluturimi, madje na kërkojnë edhe për pjesën e vjeshtës, por që është e pamundur për ta ofruar. Ndërkohë për vitin e ri ne këtë gjë e ofrojmë për klientët, plazhi është fantastik. Domethënë temperaturat në Sharm janë 25 gradë, lagështia është 0 dhe ata i mundsojnë që të bëjnë plazh normalisht, jo sikur është dhjetor, po sikur është qershor apo shtator, apo periudha që është më perfekte për plazh në Sharm, flasim. Pastaj edhe temperatura e ujit të detit varion nga 23 deri 25 gradë. Përveç këtyre resortet kanë edhe pishina me ujë të ngrohtë, të cilën mund t'i përqafojnë klientët edhe fëmijët pa dyshim, domethënë të kënaqen dhe ta shijojnë sikur janë në verë, në sezonin veror tonin. Kështu që
Do të kemi vetëm një charter me data specifike për fund vitin? Po, për momentin kemi 2 chartera. Për datën 29 dhjetor është nisja e parë me 5 net qëndrimi dhe data e dytë është data 4 janar. Të dyja këto chartera janë me kombinime 5 netëshe, por gjithashtu edhe 11 netëshe. Ndërkohë, ne duke pasur edhe kërkesat larta edhe për pjesën e sharmit, edhe për pjesën e krishtlindjeve, kemi hapur edhe vajtje me tranzit dhe kthimin me charter, në mënyrë që të jemi sa më të aksesueshëm për kërkesat e klientëve. Kështu që janë, po ta mendosh, janë 4 nisje të thuash për të përmbushur më mirë dëshirat e tyre. Si duket interesi deri më tani? Është goxha i mirë, kanë filluar rezervimet madje dhe klientët me vërtet është i konfirmuar sepse kanë mirakullin se domethënë do jetë një grup që mund të konfirmohet apo jo me numër të kufizuar personash, po jo, grupi është i konfirmuar, është online dhe në çdo moment mund ta rezervojmë qoftë me ne apo me partnerët tanë. A zgjedhin të bëjnë të njëjtat aktivitete sikurse ndodh që të rezervojnë edhe për gjatë periudhës së verës? Është e habishme në fakt, por po, zgjedhin, madje thonë, pyetja e dytë e radhës pas rezervimit është, a do ketë gujtë shoqëruese shqiptare që ne të mundësojmë të dalim edhe jashtë resortit, të bëjmë edhe turet, sepse të shkosh në Egjipt dhe mos bësh ture është pak vërtet po. Çuditshme ta mendosh. Pa mundur, po. Cilat janë resortet që keni përzgjedhur? Atëherë, unë kam përzgjedhur 2 resorte. Parhotel Beach Resort është i pari, është një hotel shumë i mirë, resort që mbahet në standardin ekonomik, por që shërbimi aty është më mirë se në të gjitha hotelet e tjera. Në mënyrë që edhe klientët të cilët kanë menduar një buxhet pak të kufizuar, mund t'i kalojnë pushimet edhe vitin e ri në Sharm el Sheikh. Ndërkohë i dyti është Pika Albatros Royal Moderna, është një resort i standardit shumë të mirë, feedbacku ka qenë shumë pozitiv, është shërbimi shumë pozitiv po ashtu, pastaj për pjesën e gala dinnerit absolutisht ka edhe ai organizimet e tija, kështu që se jo, domethënë. Çmimet besoj do të jenë konkurruese sa i takon krahasimisht me periudhën e verës, por duke menduar të tërën, të prekshme nga të gjitha, apo jo? Po. Për këtë arsye kemi zgjedhur dhe ne që të promovojmë oferta sa më të mira, duke marrë edhe feedbackun nga klientët për sezonin veror, por edhe feedbackun e guidave që i kam parë më nga afër resortet edhe na kanë dhënë feedback fiks ashtu siç është, domethënë, sepse duhet përshtatshim, qoftë hotelin me klientin apo qoftë edhe klientin me ato se çfarë është mësuar të bëj ai deri më sot dhe nuk mund të ulim standardin apo në shërbim flas. Kështu që ne kemi një moris jepjesh aty me hotele, klientët të shkojnë dhe të kënaqen në Sharm. Faleminderit shumë që ishe me mua sot në studio. Faleminderit. Besoj do të jemi sërish bashkë për të na updateuar edhe për të na përgjithësuar me të gjithë ecurinë e kërkesave për fund vitit. Kështu kemi mbërritur në fund me ofertën e ditës edhe për sot, dhe dhënat e paketës janë të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit për secilin nga ju që do që ta rezervojë që tani vendin e tij sa i takon festës së ndërimit të viteve. Unë ju lë sërish takim nesër në të njëjtin vend, në të njëjtin orar. Deri atëherë, mirupafshim.